Qytetarëve që të shtrojnë një të pyetje, ju mendoni kështu, ata mund mendojnë ndryshe. Kush e vendos këtë gjë në mes? Tani kush e vendos këtë? Kur je pal, je pasionant dhe je i nxehtë. Kush është mendja e ftohtë ose mekanizmi i ftohtë që përcakton? Ajo që unë kuptova sot pas përgjigjes, e cila nuk sqaronte faktin që pse jemi në këtë situatë dhe pse kjo është antistatutore, po thoshte që gara është e hapur, kush do le të garoj, a thua se ky është problemi. Dhe data është automatike. Tani një gjë për datën. Pse është antistatutore, sepse nuk ka të drejtë. Partia Demokratike ka disa rregulla. Dhe në rast se kryetari i shkel rregullat, do të thotë cilat janë rregullat? Çfarë rregullash ka shkelur? Ka statutin pra. Statuti përcakton që është kryesia që vendos datën e zgjedhjeve. Po. Kryesia nuk është mbledhur. Kryesia s'është mbledhur asnjëherë këto kohët e fundit. S'ka marrë asnjë vendim për asgjë. Që i vetmi njeri që ka atribute organizative në Partinë Demokratike te kupola drejtuese është sekretari i përgjithshëm. Sekretari i përgjithshëm është jashtë loje. Tani, zoti Basha ngarkoi 3 personat që ka në kryesinë e vogël, po themi, të Partisë Demokratike, që të administrojnë procesin dhe vetë u shpalli vetë ngrirë. I vetë ngrirë do thotë njësoj si unë të them, që një muaj nuk do jem Astrid Patozi. Dhe ngarkoi 3 vetë që të mos më thrasin në emër, nga cilët 2 pranojnë, kurse njëri thotë jo se unë e di që ti e o vlla. Se ky nuk u doroq. Ky tha unë jam i ngrirë, po ju do bëni çfarë do ju them unë gjatë gjithë kohës. Iku kjo. Tani flasim për statutin. Unë i kuptoj zoti Patozi, unë po e pyes ku ankoheni. Ju mendoni që statuti është shkelur, pala tjetër mendoni që statuti është shkelur. Kjo nuk është çështje opinioni. Po edhe ma ata mund të vinë ta shpjegojnë. Çështja është kush e vendos. Ka një arbitër në këtë mes? Ka një arbitër Partia Demokratike? Po ta shpjegoj ty dhe ta marrë vesh publiku dhe pastaj të shkojë deri në gjykatën e Strasburgut, po ajo nuk ndryshon. Sepse nga përgjigja që unë pash sot, e cila s'kishte lidhje me sqarimin e zotit Ristani, po ishte e tipit qend lehen karvanin Leteci, edhe në Strasburg po ta çojmë ne, ai sërish do të vazhdoj, thotë kam unë drejtën, sepse mbreti jam unë. Po si do bëni atëherë? Tani, jo ne do bëjmë këtë gjë. Ne do t'i themi çdo demokrati që kjo është një shkelje flagrante në mes ditës dhe është një përpjekje për ta vjedhur Partinë Demokratike dhe për ta çuar tek shtëpia. Nëse demokratët nuk ju dëgjojnë, për ta ndarë me kunatin dhe me nëse demokratët nuk ju dëgjojnë zoti Patozi dhe dalin votojnë me datën 22 Unë besoj, tani unë e njoh Partinë Demokratike më mirë se ju padyshim, po edhe më mirë se zoti Basha. Jo për ndonjë merit veçantë, po për shkak se kam jetë më të gjatë në atë parti. Dhe Partia Demokratike me të gjithë defektet që mund të ketë, si çdo organizëm i gjallë dhe çdo parti tjetër, Partia Demokratike nuk toleron, nuk e shet shpirtin e vet. Ka një person që e njeh Partinë Demokratike më mirë se ju dhe më mirë se kushdo tjetër, që është Sali Berisha. Çfarë qëndrimi ka Sali Berisha në këtë betejë, zoti Patozi? Sali Berisha ka një qëndrim publik të shpallur. A keni kontaktuar ju ose përfaqësues të grupit kontestues? Unë nuk kam kontaktuar, ndoshta të tjerë kanë kontaktuar. Unë kam parë qëndrimet e tij publike. Po ky grup që është mbledhur për të kontestuar Bashën, nuk e ka diskutuar ndonjëherë se ç'qëndrim mban Berisha, tani flasim për njeriu më influent parti. Nëse ju as keni folur me këtë person, dhe as e dini ç'qëndrim mban ky person, çfarë betejë do bëni? Unë hyj te njerëzit që nuk komentoj kurrë lëvizjet pas perdes. Pra, kulisat e politikës. Sigurisht ato kanë vlerë, kanë rëndësinë e tyre se janë faza përgatitore që merren vendimet edhe ndërmerren aktet, po unë nuk i komentoj kurrë ato. Ajo që për mua ka vlerë, politika është gjë publike. Pra, unë konsideroj çdo deklaratë zotit Berisha e kam parë me shumë vëmendje,